deshta me ndo me ty disa fjalë të cilat i përdorim na shumë këto, edhe tash ka një herë dokun edhe që janë në gjuhën shqipe, po mu që më pëlqen tepër është tрафтигер edhe gilipter. Cila fjalë ty të pëlqen mas shumë të cilën e përdorim na në këto që kemi shqiptarizu ta quajmë. Fjala që unë kam shumë për zemër se e përfaqësoj deri diku dhe atë fjalë është fjala shaci ose shacat. Dhe por më pëlqen për dy arsye. Në radhë të parë sepse përdoret në një mënyrë aq organike dhe natyrale, sa krijon përshtypjen që kjo fjalë është krijuar këtu, por nga ana tjetër dhe është rikrijuar këtu, sepse fjala shaci në origjinën e vet ka një kuptim pak më ndryshe se siç përdoret në Kosovë.